edhe manifestimi liria që ka emën, edhe ajo protestë, më falni, që do të organizohet, që është në përkrahje të çlirimtarëve tanë, në përkrahje të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që ajo na i ka largu agresorin, na i ka largu shkaun prej këtuit, na i ka largu atë që edhe varrët na i ka djeg, edhe shkollat edhe xhamiat na i ka likvidu edhe na i ka djeg, na ka internu për këtij vendit, dalmi në përkrahjen e tyre, sepse ata janë vëllezërit e tonë, ata janë prindrit e tonë, ata janë pjesë e gjakut tonë, ndjenjave tona. Gëzimi ynë nuk është i bollshëm pa ta, pa këto vëllezër, pa këto motra. Nuk mundna na me u gëzu, nuk mundemi, sepse atyve burrave dhe atyve grave u jemi mirënjohës për çdo minutë, në çdo ditë, në çdo natë, për çdo frymë që e marrmi, për çdo frymë që i marrmi. A shumë e rëndë, e pleshtë e tonë e kanë thonë një fjale, unë s'kam qare pa e thonë, kërkoj falje nëse është me gjutë, olt pak, nuk është të marrë dhe i nati, pse delën teme, ato ma hangër uki. A mo kur pisha këta qenë të mi, të hangër me ta, valla do më mplo zemra krejt. Valla do më mplo zemra krejt. Andaj, na do t'jemi krah i fort për këta vëllezër dhe për këta motra tona, sepse mbi të gjitha është vendi ynë, është liria jonë, është gjuha jonë, është besimi ynë. Këto mesazhe dalin edhe nga xhamitë tona për çdo ditë dhe për çdo natë. Për çdo ditë dhe për çdo natë, sikur që edhe Bashkia Islame e Republikës Kosovës, me gjitha mekanizmat e vetë që shtrihet në tërë territorin e Kosovës, është organizu për ta përkrahur këtë marsh që do dalëm qetë, mirë po do të kërkojmë atë që është imediate për vendin tonë, për lirimin e më të dashurve tonë, dhe për t'i thonë botës mbar se ushtria çlirimtare e Kosovës është historia më e mirë, më e lavdishme në tërë historinë e shqiptarisë. Kudo që ekzistojnë shqiptarë dhe që flasin shqip.